Me rastin e 75 vjetorit të shkollës së muzikës Prenjakova në Prishtinë, brëm në nder të ditës së autizmit u mbajt një koncert me të vegjëlit e kësaj shkolle, secili nga ta shpalosën talentin e tyre në muzikë. Profesoresha e shkollës Violeta Kryeziu u shpreh e lumtur për arritjen e nxënësve të saj. Po, sigurisht, këtë vit kemi 75 vjetorin e shkollës dhe duke filluar nga shtatori i vitit shkollor, kemi filluar me koncerte të shumta. Një ndër to është edhe ky sot që u mbajt për ditën botërore të autizmit. Çdo herë kemi pas koncerte, domethënë për këtë datë të shënuar. Vitin e kaluar kemi pas koncerte edhe me qendrën burimore për parimi. Këtë vit janë vetëm nxënësat e shkollës tonë dhe një nxënës musafir që kemi ftuar në program. E gjithashtu, sot është bërë dhe premiera një këngë, jam tregon pak të. Po, kolegja jonë, Diana Usaj, ka kompozuar një këngë për autizmin, dedikuar nxënësit të saj. Na ka pëlqyer shumë, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer edhe juve. E sipas pedagogës të kësaj shkolle, arti për fëmijët me autizëm është shumë i rëndësishëm. Arti tek fëmijët me autizëm ka ndikim shumë pozitiv. Kjo këtë flas nga përvoja ime me Elionin 4 vite që kam. Fillimisht Elioni ka qenë person fëmijë i mbyllur, jo komunikues edhe jo i afërt. Mirë po ndër vite, këtu vëreje që Elioni është fëmijë më i hapur, më komunikativ, performant, tash ka fillu dhe me kërku me qenë mu paraqit në skenë vetëm. Kështu që jam shumë e lumtur në këtë arritje pozitive tek Elioni. Fillimisht kemi fillu me koncerte interne të klasës, pastaj kemi fillu me koncerte të shkollës, derisa kemi arrit në koncertin solistik të Elioni që ka qenë koncerti i parë në Kosovë një fëmijë me autizëm dhe me performu koncertin solistik. Shkolla Prenjakova do të vazhdoj të sjell aktivitete me motive artistike dhe në të ardhmen me idenë që të vënë pa talentin dhe pasionet në fushën e muzikës.